Kryediplomati shqiptar Igli Hasani nuk pret që Shqipëria të ketë pengesa nga Greqia sa i përket procesit e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë dhënë për Tanea një ditë para vizitës në Athinë, ai shton se çdo çështje e mbetur pezull mes dy vendeve mund të diskutohet në mirëkuptim të ndërsjellët. I pyetur mbi kufirin detar dhe nëse palët do t'i drejtohen gjykatës ndërkombëtare, një debat ky që zgjat prej më shumë se 13 vitesh, Hasani e theksin te ligji ndërkombëtar. Nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit konstruktiv, ne besojmë se është e mundur të adresohen të gjitha çështjet përkatëse në mënyrë që përputhen me rregullat ndërkombëtare, duke u bazuar në lidhjet e thella historike dhe afërsinë gjeografike që lidhin dy popujt tanë prej brezash. Këto lidhje të përhershme kanë ndihmuar në formimin e një marrëdhënieje që duhet të vazhdojë të udhëhiqet nga bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërsjellë. Sa i përket marrëdhënieve mes dy vendeve dhe rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Hasani shton marrëdhënien e mirë mes dy vendeve. Greqia mbetet një partner i rëndësishëm për Shqipërinë dhe ne vlerësojmë përparimin e arritur deri tani. Dy popujt tanë kanë jetuar pranë e pranë për shekuj me radhë, duke ndarë kufi, përvoja dhe shkëmbime të panumërta shoqërore e kulturore. Kjo afërsi ka krijuar një lidhje të thellë njerëzore që tejkalon politikën dhe thekson rëndësinë e zgjidhjes së të gjitha çështjeve të pazgjidhura nëpërmjet dialogut. Vizita ime e ardhshme në Athinë në 3 qershor është një mundësi për të ndërtuar mbi këtë themel dhe për të riafirmuar përkushtimin tonë të përbashkët për dialog të hapur dhe konstruktiv. Sa i përket numrit të lartë të votave që Partia Socialiste mori nga emigrantët në Greqi, Hasani thekson se kjo tregon besimin e vazhdueshëm të shqiptarëve atje në qeverisjen e Ramës.